Të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta në Prishtinë, ku ka përfunduar takimi mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdixhikut. Ndjekim në vijim deklaratën e Kurtit. Takime të brendshme dhe të ritakohemi ashtu që të merremi vesh. Besoj që mirëbesimi që kemi në njërin anë dhe në anën tjetër vullneti i qartë për të arritur marrëveshje për president, duhet të na bëjnë optimist. Tash e keni parasysh që Republika e Kosovës funksionon me presidentin e detyrë, me qeverinë e detyrë, por natyrisht edhe me deputet të cilët e kanë dhënë betimin, por së shpejti do të duhej që edhe ta kenë shtëpinë e tyre përkatësisht kuvendin e Republikës. Por kjo nuk do të jetë e qëndrueshme pa një marrëveshje për president apo presidentit të re, dhe për këtë ne po përpiqemi maksimalisht. Nuk janë në radhë të parë interesat e ngushta, as ambicjet individuale, por përkundrazi kemi vullnet për interes dhe përgjegjësi shtetërore e demokratike, pra për kreun e shtetit, përkatësisht shprehjen e unitetit të popullit që mishërohet me një president apo presidente të re kushtetuese. Faleminderit të gjithëve për pritjen e drejtanishme. Kryeministër, burëm zoni që radio televizioni së ne. Ju me të drejtë pyesni për emrat e përveçëm. Ne sot diskutuam hollësisht e thellësisht për kriteret, për standardet që duhet i ketë figura prezidenciale, pra vlerat, parimet dhe kontributet në veçanti. Vëzhguam edhe aspektin e viteve dhe dekadave të historisë sonë më të re. Shikuam sektorët e ndryshëm të shoqërisë e të profesioneve, por me qenë se po e ritheksoj se është proces shumë i ndjeshëm dhe vendim i rëndësishëm, unë pa shkuar ne në konsultimet të subjektet tona, në këtë fazë nuk mund të them më shumë se kaq, dhe me gjithë respektin për secilin prej jush, nuk është ky vendi ku u mund të flas për emra. Kryeministër, kur e thoni që do të merrni vesh me zotin Abdixhiku, i bie që një marrëveshje me LDK-n VV, apo do synoni të takoni edhe me partitë e tjera, LDK-n dhe Aleancën? Nuk mund të sillemi thu se unë nuk kam provuar të takohem me subjektet e tjera. Unë kam hasur në refuzimin e subjekteve të tjera. Ju e dini që kryetari i Aleancës refuzon të takohet me mua, ndërkaq kryetari i PDK-s është takuar një herë. Sidoqoftë, unë i falenderoj për komunikimin që kemi zhvilluar, sepse më duhet ta pranoj që edhe kur nuk kemi takime, ne kemi komunikim. Shumë më mirë do të ishte të kishim takime, sepse kur ka takime, ka diskutime që çojnë në marrëveshje. Kjo tashmë nuk varet prej meje, por nëse ka sadopek vullnet nga ana e PDK-s ose AK-s ose të dy për takime, për diskutime, për marrëveshje, unë jam ma shumë se sa i gatshëm, i interesuar e i vullnetshëm. Por rrethona në cilën ndodhemi është rrethone imponuar dhe ku intensivisht kemi nisur bisedimet shumë serioze lëvizja vetëvendosje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Urdhëni. Ky takim ishte ekskluzivisht për figurën prezidenciale. Edhe njëherë po e theksoj, kriteret, parimet, rrethonat në të cilat ndodhemi dhe çfarë figurash me cilat vlera, kontribute dhe merita. Duam president ose presidente meritore, kushtetuese,
që reflekton vlerat e shoqërisë tonë, që ka kontribut për popullin e në profesion të caktuar dhe në këtë mënyrë nuk ngjall dilema për rolin, për funksionin dhe për detyrën fisnike që do t'i duhet ta kryej në 5 vitet e ardhshme. Faleminderit shumë.